Shikues nderuar, ju përshëndes zotënimi së bashku me lajmet kryesore. Në intervistë në emisionin Aktualitet me Gon Lolin, gazetari dhe analisti Ermal Peci solli në vëmendje një panoramë të zymë për opozitën shqiptare, duke theksuar se nga zgjedhjet e vitit 2021 deri në vitin 2025, Partia Demokratike ka pësuar rënje dramatike në çdo shark të vendit, nga 22% deri në 42% të votave. Në një intervistë në emisionin Aktualitet me Gon Lolin, gazetari dhe analisti Ermal Peci solli në vëmendje një panoramë të zymë për opozitën shqiptare, duke theksuar se nga zgjedhjet e vitit 2021 deri në vitin 2025, Partia Demokratike ka pësuar rënje dramatike në çdo shark të vendit, nga 22% deri në 42% të votave. Sipas Peci, to janë fakte të pamohueshme mbi të cilat PD duhet të reflektojë thellë dhe jo të vazhdojë me retorikën e konsumuar të votat na i vodhi Rama. Nga 2021 deri në 2025, për çdo qark, opozita shqiptare ka rënë në vota nga 22% deri në 42%. Dhe këtë sot duhet të analizojmë neve. Kjo rënje dhe në masa ka që mëdhaja, ka një fajtor, ka një arsye, ka një shpjegim, sepse që thua sot na i vodhi Edi Rama zgjedhjet. Kemi që të paktën nga 2017 deri sot që flasim, që dëgjojmë, dhe nuk është se ka ndryshuar gjë. Ndërkohë Peci hodhi dritë edhe mbi një tjetër provaskim politike, duke theksuar ekzistencën e një marrëveshje të heshtur PD që buron nga kodi zgjedhor aktual. Ky sistem sipas tij favorizon partitë e mëdha dhe i ka destinuar partitë e vogla të vërtiten në betejën parlamentare nga të mëdhenj. Dhe tashmë dhe mbi këtë reformë ata e kanë të mundshme shtrëngimin e dorëve apo shkeljes së syrit me njëri tjetrin për të arritur dhe për të mbajtur pozicionet e veta. Ne kemi një sër raste që ka pasur parti apo zëra të cilët kanë qenë të veçuar brenda parlamentit dhe nuk kanë prodhuar asgjë. Dhe mbi këtë premis po them, nuk është e çuditshme që pavarësisht se zoti Shej do të jetë 2 deputet apo do të jetë 1 deputet, zoti Lapaj apo zoti Redi Muçi, do shikojmë që partitë e mëdha në sallën e parlamentit do t'i absorbojnë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Ravenat Italisë, teksa trupi një 38 vjeçari shqiptar që punonte në fermë u gjeti pa jetë në mes të Arës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Ravenat Italisë, teksa trupi një 38 vjeçari shqiptar që punonte në fermë u gjeti pa jetë në mes të Arës. Viktima e aksidentit në punë ka mbetur Astrid Elezi, i cili ishte banues prej kohësh. Në Bologna, ai po punonte në një armë pjesë një ferme bujqësore mes Solaros dhe Bolonjës, ku dyshohet se bësoi aksident fatal. Rreth orës 18 të së martës, familjarët të shqetësuar sepse nuk kishin kontaktuar me të, shkuan ta kërkonin në vendin e punës, por fatkeqësisht e gjetën të vdekur. Dinamika e aksidentit mbetet e paqartë dhe mbetet për të sqaruar pas autopsisë nga ekspert mjekoligjor. Sipas dyshimeve paraprake të hetuesve, shqiptari mund të jetë shtypur për vdekje nga një traktor. Ai mendohet se ka marrë goditjen tepërprushse nga biruni i mjetit bujqësor. Ndihma e shpejtë në 18 mbërriti në vendin e ngjarjes, por për fat të keq mjekët nuk mundën të bënin asgjë për ta shpëtuar. Vdekja e të riut u konstatua në vend. Policia italiane ka shkatruar rrjetin e trafikantëve të drogës, ndërsa janë arrestuar 11 persona. Policia italiane ka shkatruar rrjetin e trafikantëve të drogës në Foggia, ndërsa janë arrestuar 11 persona. Ata akuzohen si pjesë një rrjeti trafiku droge që vepronte midis Puglias dhe Molises. Masat paraprake të burgut të lëshuar nga gjyqtari për hetimin paraprake të gjykatës së Foggias u njoftuan para ditën e sotme nga oficerët e stacionit të policisë San Severo, në fund të një hetimi kompleks të filluar në dhjetor 2023. Në qendër të hetimit dëshin shqiptar 48 vjeçari Elidon Boxheli, identifikuar nga hetuesit si dyshuari kryesor që furnizonte grupin kriminal me kokainë dhe kanabis. Ai menaxhonte kontaktet me qelizat e ndryshme lokale të trafikimit të drogës, duke ruajtur një profil jashtëzakonisht të kujdesshëm, duke kufizuar komunikime në disa telefonata tradicionale dhe duke preferuar aplikacionet e mesazheve të koduara, në mënyrë që të shmangte kontrollet. Vion stërvitja shumë komshme Defender 25 në Shqipëri. Stërvitja përfshin operacione nga toka, ajri dhe deti. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka ndarë mëngjesin e kësaj të shtunë disa pamje nga stërvitjet e zhvilluara në Durrës, teksa shihen forcat armatosura që kryen stërvitje me forcat alatëve. Vion stërvitja shumë komshme Defender 25 në Shqipëri. Stërvitja përfshin operacione nga toka, ajri dhe deti. Kryeministri Edi Rama ka ndarë mëngjesin e kësaj të shtunë disa pamje nga stërvitjet e zhvilluara në Durrës, teksa shihen forcat armatosura kryen stërvitje me forcat e alatëve. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shpreh se është një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit që zhvillohet në Europë edhe në Afrikë.
Sky sot në qendrën stërvitore në BIS do të zhvillohen demonstrime të forcave si pjesë e stërvitjes Defender 25. Stërvitja ku përfshihet Shqipëria është e fazës së dytë. Përgjigje e shpejtë me 12 trupa e shtrirë në 8 shtetet në total, ku përfshihen dhe territori në Bullgari, Kroaci, Greqi, Kosovë, Malizi, Maqedoni e Veriut dhe Slovaki. Defender Europe 25 synon rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësive për të reaguar shpejt ndaj çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirën euroatlantike. Rreth 2.9 milion megawatt energji u prodhuan gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti nga të gjitha burimet gjeneruese në vend, duke shënuar një rënje në raport me një vit më parë, ku për të njëjtën periudhë u gjenerua rreth 3.1 milion energji. Rreth 2.9 milion kilowatt energji u prodhuan gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti nga të gjitha burimet gjeneruese në vend, duke shënuar një rënje në raport me një vit më parë, ku për të njëjtën periudhë u gjenerua rreth 3.1 milion kilowatt energji. Sipas të dhënave nga enti rregullor i energjisë, prodhimi dominua nga privat me 53% të energjisë totale, teksa kasada e drinit gjeneroi 47%. Të prodhuesit privat përveç hidrocentraleve, përfshin edhe centralet fotovoltaike, ndërsa sasia e gjeneruar është e ulët në raport me energjinë e prodhuar nga burimet hidrike. Sipas të dhënave nga ARE, në total impjantet në treg të lirë, ata që kanë kontratë me furnizuesin e tregut të lirë, si dhe centrali Karavastas prodhuan 194.458 kW, apo 6.6% të totalit të energjisë elektrike të gjeneruar në vend. Gjatë kësaj periudhe raportohet se dhe teget lundrues të vendosur në Tripol të Vlorës kanë prodhuar rreth 41.000 kW, ndërkaq konsumi total i energjisë për 4 mujorin arriti në rreth 2.9 milion kW energji, duke pësuar një rritje të lehtë në raport me periudhën janar-prill të vitit të kaluar. Një përplasje e fortë spionazhi lindje e perëndim paralajmërohet në Ballkan. Gazetari rus, njëkohësisht ekspert ushtarak dhe kryeredaktori i revistës Mbrojtja Kombëtare, duke cituar burimet të tij, pretendon se britanikët do t'i përgjigjen Rusisë në mënyrë asimetrike dhe jo vetëm përmes Ukrainës, por edhe në Ballkan. Një përplasje e fortë spionazhi lindje e perëndim paralajmërohet në Ballkan. Gazetari rus Igor Korotchenko, njëkohësisht ekspert ushtarak dhe kryeredaktori i revistës Mbrojtja Kombëtare, duke cituar burimet të tij, pretendon se britanikët do t'i përgjigjen Rusisë në mënyrë asimetrike dhe jo vetëm përmes Ukrainës, por edhe përmes Ballkanit, Serbi, Malizi, Bosnjë Hercegovinë dhe Kosovë. Ai ndjek linjën e Beogradit me akuzën ndaj perëndimit se ka për qëllim migruar shtetin në formatin e revolucionit me ngjyra për të sjellë opozitën serbe në pushtet. MI6 ka pozicione të mira operacionale në Ballkan, agent të kualifikuar, rezident me përvojë. Disa madje kanë përvojë operacionale në pozicione drejtuese nga ambasada britanike në Moskë. Çështja kryesore është aftësia para së gjithash Agjencisë Serbe së Sigurisë dhe Informacionit për të mbajtur situatën në kontroll dhe për të neutralizuar aspiratat e agjencive të inteligjencës perëndimore, përfshirë MI6, pret Igor Korotchenko nga Mbrojtja Kombëtare në Rusi. Ai justifikon në një farë mënyrë dhe autoritetet serbe, duke pretenduar se pas shkrimit të kreut të BIAS Aleksandar Vulin nga posti i tij, u bë i mundur eksporti produkteve ushtarake serbe në Ukrainë, duke përdorur certifikata të rrema të përdoruesve të fundit dhe vendeve ndërmjetëse, gjë që detyroi shërbimin e inteligjencës së jashtme ruse të bënte një deklaratë të veçantë për këtë çështje. Vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar, konfirmoi Departamenti Amerikan i Shtetit për Radio Europa e Lirë. Vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasve të huaja pa status të rregulluar, konfirmoi Departamenti Amerikan i Shtetit për Radio Europa e Lirë. Ai komentoi raportimet e mediumit amerikan Bloomberg se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet i bindë vendet e Ballkanit që t'i pranojnë migrantët e dëbuar, kryesisht nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela, të cilëve u shqequr statusi i përkohshëm ligjor në SBA. Shtetet e Bashkuara thotë në përgjigje nuk i komentojnë detajet e komunikimit diplomatik me shtetet e tjera. Në kuadër të strategjisë për dobimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar, partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për të dhënë fund krizës së migrimit të palishëm dhe masiv, theksoi Departamenti Amerikan i Shtetit, duke shtuar se zbatimi i politikës së migracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij, largimi nga SBA-ja i të huajve, të cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dobim, se dhe dobimi i migrantëve të palishëm i mbron Shtetet e Bashkuara nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik, thotë në përgjigje. Të paktën 3 persona janë vrarë dhe 17 të tjerë janë plagosur në sulmin më të madh me dron rus në shtetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv, thot kryetari i bashkisë.
Të paktën 3 persona janë vrarë dhe 17 të tjerë janë plagosur në sulmin më të madh me dronë rus në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv, thot kryetari i bashkisë. Ihor Terekov thot se gjatë natës Rusia lëshoi 48 dronë, si dhe 2 raketa dhe 4 bomba rëshqitëse drejt qytetit. Ka pasur gjithashtu njoftime për sulme në qytetin e Khersonit, shkruan BBC. Sulmet e natës në Kharkiv vijnë pas një sulmi eror rus në shkallë të gjerë në të gjithë Ukrainën një natë më parë, i cili vrau 6 persona dhe plagosi 80 të tjerë. Rusia pretendoi se në sulm ishin shënjestruar vende ushtarake, të cilat sipas saj ishin në përgjigje të akteve terroriste nga regjimi i Kievit. Kjo ndodhi disa ditë pas sulmeve të guximshme me dronë nga Ukraina, të cilat shënjestruan avion luftarak strategjik rus në 4 baza ushtarake thellë brenda vendit. Të paktën 40 avion rus u goditën gjatë atij operacioni. Operacioni Rjeta Merimangës të dielën e kaluar, tha shërbimi i sigurisë së Ukrainës SBU. Pas atij sulmi, presidenti i SBA-s Donald Trump tha se homologu i tij rus Vladimir Putin ishte zotuar të kundërpërgjigjej. Izraeli ka rekrutuar një numër klanesh palestineze në rripin e Gazës për të luftuar kundër lëvizjes radikale Hamas, konfirmoi kryeministri Benjamin Netanyahu. Izraeli ka rekrutuar një numër klanesh palestineze në rripin e Gazës për të luftuar kundër lëvizjes radikale Hamas, konfirmoi kryeministri Benjamin Netanyahu. Me këshillin e forcave të sigurisë në u përballën me klanet e Gazës që kundërshtojnë Hamasin, është vetëm për të mirën sepse ndihmon në shpëtimin e jetëve të ushtarëve tanë, theksoi Netanyahu në një deklaratë lëshuar nga zyreti. Deklarata vëren se në Gazë Izraeli po vepron me mençuri dhe vendosmëri dhe me mbështetje të plotë nga sistemi i sigurisë, me qëllim arritjen e qëllimit kryesor që është mposhtja e plotë e organizatës terroriste Hamas. Izraeli do të vazhdojë të veprojë në të gjitha frontet për të arritur fitoren e plotë, thon deklarata. Lieberman, ish-ministri i mbrojtjes izraelit, udhëheqësi i Partisë Izraeli Shtëpia Jon dhe antar i parlamentit, deklaroi më parë se qeveria izraelite po u siguron të armë grupeve palestineze aktive në rripin e Gazës, të cilat kundërshtonin lëvizjen qeverisë së Hamas në enklav. Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump ka komentuar sërish përplasjen e ashpër që pati me Elon Musk të njëjtën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka komentuar sërish përplasjen e ashpër që pati me Elon Musk të njëjtën. Në një intervistë telefonike për ABC News, Trump u shfaq mëngjesin e kësaj të premte e i qetë dhe i pashqetësuar. I pyetur nëse kishte të planifikuar një telefonat me miliarderin gjatë ditës, ai reagoi me ironi. E ke fjalën për burrin që ka humbur mendjen, tha presidenti amerikan, duke shtuar se nuk është veçanërisht interesuar të flasë me të tani. Në më pak se një javë nga dita kur i thurën lëvdata njëri tjetrit në dhomën ovale, presidenti amerikan Donald Trump dhe miliarderi Elon Musk u ndanë në mënyrë spektakolare. Në një luftë fjalësh që u përshkallëzua të njëjtën, të dy ata përdorën rrjetet e tyre sociale për të sulmuar njëri tjetrin. Shkaku bë një reagim më hershëm i Musk që e cilësonte projektligjin e Trump për shpenzimet si të nevoritshëm, pasi sipas tij do të mbysë amerikanët në borxhe. Në reagimin e tij Trump tha se mënyra më e lehtë për të kursyer para në buxhet ishte të jepte fund subvencioneve dhe tenderave në favor të kompanive të Musk. Ne me kaq shpëmbyllim, të nderuar teleshikues, bashkëmi sërish në edicionin e radhës.